Të dashur miq, tani është koha për bisedën e këtij edicioni dhe unë kam kënaqësinë ta mirëpres regjisorin Ujkan Hysaj. Së bashku do të shpalosim detaje rreth premierës botërore të filmit të tij më të ri, Hana, e cila do të shënohet pikërisht në një festival të kategorisë A, bëhet fjalë për festivalin ndërkombëtar të filmit në Goa të Indis. Po i urojmë mirëseardhje Ujkanit. Faleminderit shumë që ke pranuar ftesën tonë. Ujkan, është gjithmonë kënaqësi. Faleminderit për juve për ftesën, kënaqësi me qenë prapë në emisionin e juaj. Më ka marrë malli shumë. Edhe neve. Gjithmonë jeni të parë që na rini kështu gati çdo herë kur kemi diçka me prezantu. Faleminderit për juve. Është kënaqësia jonë, sepse me të vërtetë shikuesit këta e presin, do thotë sa herë që ka lajme të mira nga kinematografia, ta ndajmë me ta dhe t'i informojmë kështu për çdo ecuri të filmave të cilët prodhohen në Kosovë, që janë të pak në numër, po që sigurisht realizohen me shumë punë. Ujkan, Hana, tashmë e morëm lajmin e mirë që po e nis rrugtimin nëpër festivalin në mënyrën më të mirë të mundshme me një festival të kategorisë A në festivalin ndërkombëtar të filmit në Goa të Indis, pra shumë shpejt do ta ketë premierën atje. Fillimisht na trego si e pritet këtë lajm dhe çfarë do të thotë prezantimi në këtë festival, qoftë për filmin tuaj, por po ashtu edhe për kinematografinë kosovare. Lajmin për selektimin e filmit, unë e kom marrë para një muaje, do thonë. Ka qenë një moment shumë i mirë që se kom prit në fakt, sepse shkoj një kohë e gjatë edhe fillova me humbë shpresën se ku ka me shku filmi, nuk kishte paka shumë, se me thonë, sinjale të mira ka Evropa, si duket ndoshta edhe për shkak temës, që ndoshta nuk dojnë me identifiku me këto tema, ose nuk thjesht ndoshta janë lodhë pe temave të lutës. Festivali Goa është festivali kategorisë A, siç e thatë ju, është i akredituar nga Federata e Producentëve, organizatës më të madhe, cila i akrediton 15 festivale në vit. Është një festival i cili ka ndikim më të madh në tregun aziatik. Në këtë rast për neve ndoshta nuk është shumë interesant tregu aziatik, mirë po këtë rast për regjisorin, për producentin, është shumë rëndësi me qenë aty për arsye të vëmendjes mediale që ka edhe vëmendjes distributorëve edhe agjentave të ndryshëm edhe producentave, kompanive të mëdha. Sepse temat aziatike janë tema egzotike për tregun ndërkombëtar, për një të kohë në atë platformë po hymë edhe ne edhe po promovohemi me një premierë botërore. Është kënaqësi shumë e madhe pas një pune shumë gjatë, të lodhshme, pas një pritje, e cila dhe me qenë ka njëherë edhe frustruese. Është me të vërtet një lloj feste në vete për këtë ekipën që kanë kontribuar në këtë film, e sidomos për ata që kanë punu një kohë gjatë, që është skenaristi, këtë rast babi im, Fadil Hysaj, rolet kryesore, Shoqëria e Buçaj, Ilire Vinca, Ermin Bravo, Refet Abazi, edhe mos harrojmë përmend bashkëpunëtorë tjerë që janë të shumë, ka shumë. Kënaqësi edhe po shpresoj që filmi ka me pas impaktin e vet në premierë dhe po shpresoj që kemi një honën. Edhe unë gjithashtu, Goa, India, është një vend i largët, kështu që nuk kam një hori nëse do të keni mundësi si ekip që të jeni të pranishëm në premierë, apo si është? Jo, fatkeqësisht, për arsye që ende shteti jonë, India se ka pranuar shtetin tonë edhe pasaportat tona, ne nuk e kemi të mundshme me shku, për fatkeq, mirë po në këtë rast Ilire Vinca, e cila ka një pasaport dytë, Maqedonisë, po mundet me udhëtu, edhe kjo është me rëndësi. Dikush me qenë nga ne atje, me na përfaqësu, edhe thjesht me qenë prezent dhe me nijat, energjinë ose ethët e para të premierës edhe duartërkitjeve të publikut. Sigurisht është shumë e rëndësi që t'ua përcjell pastaj edhe juve të gjitha emocionet nga shfaqja për herë të parë në ekran të madh të filmit. Është një moment vërtet shumë patjetër, është me siguri ka me pasë ndonjë konferencë profesoresha Ilire Vinca atje para premierës ose pas të shohim edhe me siguri që ndoshta edhe do lidhemi ne direkt nga këtu për ndonjë Q&A me publikun, me kritik të filmit.
edhe të shohim. Shojmë se si po shkon gjithçka mirë. Të flasim pak për hanën dhe rrëfimin që sjell ky projekt kinematografik në ekran të madh. Keni thënë se filmi ofron një qasje të re temës së viktimave të dhunës seksuale. Po. Te ne kjo temë nuk është që s'është trajtu. Kemi pas profesorin Isa Qosja, që ka prek kryesisht mentalitetin në përkatunde. Pastaj Lindita Zeqira, e cila po ashtu ka prek një qendër rehabilitimit, mirë po në këtë rast ne kemi vendos me trajtu me një aspekt tjetër ku viktimat e luftës nuk viktimizohen në këtë rast, mirë po ato kërkojnë shërim, me dojë mos për më liru nga traumat e tyre të cilat ato jetojnë çdo ditë me to. Ashtu si që ato kanë në këtë rast trauma, edhe shoqëria për edhe familja, këtë rast familja e personazhit kryesor, afektohet me jetën e sajna, me problemet e saja. Më thonë, ideja është që mos me tregu atë që ka ndodhur në Kosovë, sepse e din gjithë, historitë e dhunimeve, masakrave, çka do që fal filmave që ne i kemi eksploatu, po me prek fenomenin e traumës, si ajo përshkallëzohet dhe si afekton jetën tonë. Në këtë rast, filmi e ka për bazë një qendër rehabilitimi, ku aty një terapiste, që është Ilire Vinca, trajton këto gra, edhe në këtë rast e thirr Sarën për me i lujt ngjarjet ose rrëfimet e grave të cilat janë participante në atë qendër. Duke i lujt këto ngjarje, shpërfaq faktikisht edhe traumën e vet, cilën e ka ndryshur me vite, ku edhe ajo pastaj kërkon edhe status, njëjtë sikurse ato gra të tjera. Edhe ajo do më liru pej Sarës këtë rast. Ajo është Hana, identiteti i saj i fshehur, që kjo e ka fsheh, e ka ndru emrin pas luftës, edhe nuk ka dashur më identifiku, dhe pastaj me dojë mos nuk mundet me ikë vetvetes. Është një luftë shumë e fuqishme, psikologjike, se a duhet ajo me rrëfy atë ngjarje, a duhet prap me e shtyp. Këtë rast edhe në një farë mënyrë filmi shpërfaq edhe traumat më të mëdha, ose ta them dhunimet psiqike në këtë rast që ju kanë bë këtyre grave. Dhe prek po ashtu edhe temën regionin e qytetit, dhunimeve edhe në qytet që kanë ndodhur, këtë rast edhe në Prishtinë, jo vetëm në përkatune, si që shohim të gra tjera aty në film. Mendoj që filmi është shumë përfshirës, ka zgjatë shumë një kohë e gjatë me ndërtu skenarin, me i mbledh gjitha ato storje, me i taku personalisht disa dhe nga gratë, me konsultat ndryshme dhe me psikolog ndryshëm, ne jemi kujdes që mos me te kalu atë nivelin profesional të profesionit, këtë rast terapistës në film, ku ato, më thonë, në këtë rast trajtohen me një kujdes super të veçantë. Shumë interesante kjo pjesë. Ujka, nuk është se lufta faktikisht është një pjesë shumë e madhe e historisë tonë, po nuk është që nuk e ke prek luftën edhe në filmat e kaluar. Megjithatë, që jam intereson të di është kur punon një projekt të tillë, me tema kaq të ndjeshme, por shumë të rëndësishme për t'i rrëfyer tek publiku mbar botror. Për ju si regjisor, po besoj mund t'jetë një përgjithësi pak më e madhe puna në atë projekt, po në anën tjetër edhe një krenari, sepse e gjeni mënyrën që përmes artit tuaj të rrëfenit copëza të historisë së njerëzve të cilët e kanë përjetuar ndoshta luftën më vështirë se disa të tjerë. Vetë gjurmimi i idesë, deri te finalizimi, për mu ka qenë një sfidë në vete edhe një mision, me thonë, për arsye që jo do mos një temë të femnave, të grave, do të me trajtu një grua. Gjithmonë është edhe një këndvështrim i një mashkullit si e sheh atë. Këtë rast, për shembull, kur kemi qenë në Rotterdam Lab me këtë skenar, ma ka bërë këtë pyetje pse ti mashkull pe trajton këtë temë femnave. Sepse është kriju një farë trendi që temat e femnave, vetëm femnat mujnë me i trajtu denjësisht,
që menoj që është gabim, sepse distancën cilën mashkulli e ka ndaj kësaj teme është shumë e madhe se sa femna. Në këtë rast ne kemi qenë shumë objektiv. Për dallim pej ndoshta një femnës e cila kishte me qenë shumë e ndihshme edhe kishte me qenë shumë afër emocioneve, të cilat ndoshta edhe kishte mja hub komplet anën racionale, ta them, të trajtimit. E rëndësishme është për mu në këtë rast, si regjisor, si artist, me tregu publikut që një orë e gjys nuk janë asgja, me bashkëndje, me këto dhimbje, me këto ngjarje të cilat kanë qenë super ndolikume për këto personazhe, ndërsa për një orë e gjys ne smujna me bashkëndje, ato kanë përjetu diçka me muaj, me vite, vazhdojnë. Vazhdojnë të jetojnë. Atëherë, do të thonë, këto dhe humbet edhe fuqia dhe filmit. Qëllimi jam është që bashkëndjenja me qenë të pak të një orë e gjys me këto personazhe. Mirë, po du tani me të kthy pak prapa në kohë. Gjyrimet e filmit kanë përfunduar në qershor të vitit 2023, pra është dashur një kohë goxha e gjatë që të punohet pastaj për finalizimin e tij dhe për ta bërë gjithçka gati, një rrëfim kaq të mirë për ta sjellë te publiku. Si e vlerëson ti procesin e punës? Si ka shkuar gjithçka sa i përket realizimit të këtij projekti? Realizimi ka qenë, më me thonë që filmi më i vështirë në jetën time, edhe për ekipin që kam punu. Për arsye që ne kemi pas një buxhet shumë të vogël. Në atë kohë kur kemi fitu nga qendra kinematografike, ka qenë për 140.000 euro, mirë po për shkak të pandemisë dhe inflacionit, ne faktikisht pësum edhe u vënum. Pastaj kemi pas probleme shumë të mëdha që një pjesë e ekipës të parë, ta them, në një farë mënyrë nuk kam arrit me duru tensionin ose ta them intensitetin e punës ose kërkesat e mia në këtë rast dhe do të thonë janë tërheq, pastaj është ndru ekipi komplet, do të thonë është dashur me gjetë ekipin për fillimit, edhe në këtë rast ne kemi gjetë disa njerëz që e kanë dashur këtë temë. Do të thonë kjo ka qenë më e bukura, do të thonë në rrugtim, në proces, për arsye që unë jam di që jam di shumë krenar edhe jo me faj pse pe trajtoj këtë film dhe pse pe thiri këta njerëz me punu me mu. Pastaj procesi, përveç skenarit që ka zgjatë për mi 5 vjet, procesi i pre-production ndikun ka zgjatë 1 vjet, derisa kemi gjetë lokacionet, derisa kemi gjetë aktorët, provat, kinoprovat e ndryshme, adaptimet në skenar, sfidat e, së më thonë, të realizimit të këtyre skenave që kanë qenë shumëta edhe të vështira, për shembull një pjesë skenave kemi pas në Kishnic, ku kemi pas për 1400 statista, një skenë post bloku, ta them ashtu. Pastaj vetë tema, vetë lloji i trajtimit, se si unë kam kërku me aktorët me lujt, ose me xhiru, ka qenë sfidë si për DOP-n, si për aktorët. Më me thonë ka qenë një proces tepër i vështirë, sa që nështë edhe në ka lanë, mu personalisht më ka lanë nështë edhe pasoja, për arsye që nuk ka mundë më këfill shumë gjatë pej, se me thonë asaj, ati gravitetit të temës, ose lodhjes, një lodhje shumë të madhe, pothuajse edhe burnout nga intensiteti i madh. Pastaj montazha ka qenë relaksuese për mu, për dikën tjetër nuk është, për mu ka qenë, për arsye që ato që kam dashur të kam pas pra tavolinës. Dhe montazhin e keni kryer vetë? Montazhin këtë rast e kemi kryer vetë, për arsye që buxhetit nuk kemi arrit me gjetë dikën, po kjo s'do me thonë që filmi nuk është montuar mirë, përkundrazi. Pastaj filmi është selektuar edhe në First Cut Lab, ku aty edhe kemi pas edhe mbështetje, në mentorim të montazhës, kemi pas ekspertë ndryshëm që kanë ndihmu me kristalizu idenë e rrëfimit, edhe në fund do të thonë kemi prit. U kry filmi edhe pritje. Kjo është pjesa më e vështirë, më thonë për producentat edhe regjisor që
kryojmë pikpyetje të vetvetja si çka kam bë. A ja ka vle keq ajo, edhe si kam u prit. Dua pak të ndalem, nuk kam se si të mos e përmendi, bashkëpunimi me babain tuaj, të cilin e përmendet, regjisorin tonë të mirënjohur Fadil Hysa, i cili kësaj radhe vjen si skenarist i filmit. A e ka bërë ndoshta më të lehtë për ty punën me babain për ta trajtuar një temë kaq të ndjenjshme dhe të rëndësishme, sikur kjo e filmit Hana? Apo më vështirë? Më vështirë në këtë rast, po më nej kom dëgju shumë për rasteve tjera që bashkëpunimi brenda familjes është më i vështirë për arsye që nuk është çështje e egosh, është çështje e nivelit personal. Do të thonë bashkëpunimi ka lënë nivel personal edhe pastaj te një babën tënë, e një ai si vepron, si mendon, ai të një ty, edhe pastaj është ai ballafaqimi i ideve se kush ka drejt. Këtë rast, normal, babi është autor i skenarit, unë kom pas shumë kërkesa ndaj babit për me ndryshu skenarin ndër vite, edhe që ndoshta edhe ka njëherë, ndoshta edhe kom tepru, po shpresoj që ma falë. Ka qenë një bashkëpunim shumë i mirë edhe një shkollë në veti, për mua, këtë rast, për arsye që këndvështrimi dhe gjithaj bagazh nga dramaturgjia e teatrit, e filmit, është përmbledh shumë bukur në këtë temë, ku këtë rast babi me background teatrit ka integru edhe inskenimin e ngjarjeve në formë skenike, ku ne i shohim si shfaqje teatrale ato ngjarjet e grave. E për këto punë babi është mendoj që është për më të mirëve, edhe aty kom mësu shumë për procesin edhe të inskenimit të shfaqjeve. Për mu ka qenë shkollë me punu me babën tem, po një të kohë është edhe për babën tem ka qenë një anë tjetër më njoftë edhe mua, se jo rasisht thojnë në bashkëpunim edhe një farë mënyrë të kupton edhe një farë mënyrë personalitetin e bashkëpunëtorit tënë. Më trego pse mendon se Hana do të komunikoj mirë me publikun botërore, edhe atët festivalit në Goa ku garon kategorinë zyrtare të garës për ICFT UNESCO Gandhi Medal Award. Po, mendoj që e ka gjetë vetën në këtë kompeticion për arsye që ky çmim ose kompeticion promovon vlerat, si më thonë, ndëretnike për shtetet që kanë probleme ndëretnike, promovon paqen edhe tolerancën, edhe mendoj që këtë temë më së miri e tregon këtë, që pa marrë parasysh dhimbjeve dhe problemeve që këto gra jetojnë edhe pësojnë një farë mënyrë, çdo ditë këto gjejnë vullnetin me te kalu, dhe kjo e bën temën më universale, që populli jonë ka një optimizëm të pafund dhe ka njëra të pashpjegueshëm me i te kalu, si më thonë problemet, po jo me i harru, po me ballafaqu. Ideja e ballafaqimit mendoj që është element universal në këtë film, për një popull i cili dën me u ballafaqu, jo në këtë rast si ne si, që të them, problematik, po ne kemi nevojë me mu liru nga ajo që neve na bartë si peshë që na rëndon çdo ditë. Do thonë, ne nuk kemi nevojë me jetu me trauma që kemi si popull, këtë rast këto personazhe, edhe kjo mendoj që flet kogja universalisht edhe me popull tjerë që paka shumë edhe kanë përjetu. E thatë shumë mirë. Mirë, në ndërkohë, nuk kam si të mos ndalem pak edhe tek kasta e aktorëve që keni angazhuar me rolin në këtë film. Është një kast vërtet aktorëve të mrekullueshëm, të udhëhequra nga dy prej aktorëve tona më të mira, sidomos të filmave të këtij zhanri, dram. Është Sheqerie Buçaj dhe Ilire Vinca, të cilat i përmendëm edhe më herët. Më trego, a je i kënaqur me bashkëpunimin me këtë ekip dhe me punën që ata e kanë bërë, do thot për me jetësu sa më mirë rolet e filmit Hana?
Jam i stërknaqëm, më me thonë, sidomos me Sheqeri e Buqen, e cila dua ta falenderoj në studio sot, për arsye që ka pranu me bë këtë rol pa asnjë kompenzim. Kjo është një vlerë tepër e madhe dhe ka besu fuqishëm në këtë rol dhe ka bashkëtu në një farë mënyrë desa ne kemi bë skenarin, ajo ka qenë një farë mënyrë brenda temës, e përfshirë Sheqeri e Buqa, Ilir Vinca, Refeta Bazi edhe Ermin Bravo, janë aktorët kryesorë të filmi. Jam i stërknaqëm me raportin që kanë kriju Sheqeria me Ilirën, si dy motra në këtë rast, relacion terapiste, paciente, aktore, bashkëpunëtore, do më thonë kam ri aq mirë me mishëru këto, sa që kur e shef filmin nuk e kupton a është të vepru Ilirja apo Sheqeria, do është një lloj, një frymë, do është një. Edhe kjo ka qenë edhe qëllimi jonë që hana, fana me qenë paka shumë një personazh, mirë po në këtë rast janë ndame fizikisht në dy, dhe ato kërkojnë me dojë mos Sarën me çu përpara dhe me zor me tregu atë që s'tregohet. Kjo është hezitimi i saj që rrëfimi që s'bën më tregu, nuk do të më tregu, por këtë rast këto e shtyjnë përpara dhe motivojnë. Ilirja ka qenë fantastike, qetësia e saj, në këtë rast edhe si pedagoge më ka dashur shumë me pasqyru, me reflektu në rol, ku ajo një farë mënyrë e shtendos edhe krejt dramën, tensionin e filmit edhe e nivelizon, e balancon, ta them, dramaturgjikisht. Sheqeria ka një rol që është paka shumë, me thonë që është shumë... Më kompleks, ndoshta? është shumë kompleks, mirë po është shumë e vendosën edhe ka vendime të them betonume në kokën e vetë, cilat e nuk do me ndru për jetën e vetë. Këtë rast, Ilira është me qetësi, me dashnin, me atë përullësin e vetë, mbrin këta me e bindë dhe me ndru mendim. Një dinamik shumë e zakonshme dhe një jetën e përditshme. Po, pa tjetër. Mos ta harroj edhe Ermin Bravo, i cili ka qenë një prej aktorëve që ka luajtur në Kueza Vida filmin, dhe i cili shumë mirë ka bri me pasqyru një personazh i cili don me ardhur në Kosovë dhe me luajt role çka do që jepën. Këtë rast duke luajt atë rol, ai kupton çka ka ndodhur mes tyne grave, në këtë rast mes Hanës dhe Sarës, që kjo nuk mrin para tina me e fshef atë që ata fakisht edhe e komentojnë gjatë skenës. Jam i kënaqur, unë vëshiroj suksese me këtë film dhe shpresoj që edhe ata kanë qenë kënaqur me mua. Patjetër, edhe unë mezi po pres me e pa lojën e aktorëve në ekran të madh. Ndërkohë e di që për rrugtimin e filmit tutje, ndoshta nuk është se momentalisht mundesh me pas njohuri, qëllimet i keni, po që ato mbeten ende tjera plane, që të cilat pritet të kaloj koha për të realizuar, po me që e përmendëm premierën kombëtare, plane keni për me sjell filmin, po besoj të publiku kosovar, po kur? Në çfarë periudhe keni menduar? Unë pres që filmi me pas një jetë paktën një vjeçare, petash, në për festivale. Mirë po vendimin se ku kemi me shfaq, qysh, nuk e kemi marrë ende. Mirë po publiku do ta ketë filmin diku ka muaj shtator ose tetor. Do të thonë tash një vjet. Për arsye që dua që fillimisht bota ta sheh, jo kjo pse unë po du publiku ton m'ja ndal njerë, ose me bë të madhe këtë punë, jo. Po mendoj që koha, kushtet ka mu pjek qatë herë dhe për me pa këtë film. Si për neve, mu përballë me publikun, sepse është temë shumë e ndihshme, po ashtu dhe publiku me pranu këtë temë ma letë. A në për kinema, apo në Prifest të shohëm, varsisht edhe pej si do të shkoj menaxhimi.
Po afrohemi si drejt fundit të bisedës, ndërkohë që filmi Hana është prodhim i kompanisë, apo ta themi kështu, produksionet Ajo Pictures, e themeluar dhe drejtuar nga ti. Më trego si po shkojnë punët me produksionin, ta jeni duke punuar edhe në ndonjë projekt tjetër të metrazhit të gjatë? Po, ne momentalisht jemi në zhvillim të skenarit të ri, ka titullohet Plumbat Rrotullus. Është flet për personazhet, për njerëzit që janë të apasionuar mbas plumave, që kanë si hobi edhe që bashkëtojnë me ta çdo ditë. Është një botë e pa eksploruar, ku vetë dashnia ndaj plumave këta personazhe i bën çuditshëm. Mu ka intrigu kjo shumë për me pa ç'a i bën ajo, pse i lidhin kaq shumë, ç'a është kjo lidhje, që më thonë, patologjike, një farë dashnie patologjike ndaj plumave, por me një kontest tjetër në kohën e viteve 90-ta, besoj, kur një farë mënyrë ka ekzistuar edhe një lloj krize të ne, si financiare ose regjimit, si që dim, edhe si këta personazhe gjindën edhe e gjenë vetën të këta. Në thonë, një lloj lirie, cilën është gati spirituale, me thonë. Interesante. Kjo është tema që po trajtoj për film gjatë, po shpresoj që do të përkrahet në vitin të vazhdim, po ashtu edhe koproduksione ndryshme, si producent, me Malin e Zi kemi vitin e ardhshëm një film që do të agjërojmë, pastaj edhe me Shqipërinë, tashmë që veç kemi fituar në qendër të filmit. Këto janë pak a shumë, po shpresoj që edhe projekte tjera do të vinë. Mirë, Ulkan, është gjithmonë kënaqësi të bashkëbisedojmë. Faleminderit shumë që edhe një herë gjete kohë të jesh pjesë e emisionit Nëpër Film. Unë të uroj shumë suksese me festivalin, me rrugtimin e filmit në festivalin Goa, edhe sigurisht se ne jemi këtu për t'ju përkrahur edhe tutje me të gjitha lajmet e mira që do t'i keni me këtë projekt. Ne dona faleminderit shumë për ftesën, gjithmonë ne do të jemi në dispozicionin juaj dhe shpresoj që filmi do të kthehet edhe me ndaj çmim. Gjithsesi, faleminderit, ju mirëpresim.